Zonjat, shumica e poezive janë për dashurinë. Po. Ka që shumë ke vujt? Është pyetja që më duket më bëhet, mos them që çdo ditë, një herë në javë të pakte. Okej, për këtë javë unë e bona. Për këtë javë e bëjmë. Mos u përgjigj mo, veç sot. Jo, bardha e du dashurinë. Nuk është që kam vujt për dashuri. Unë e du ndjenjën e dashurisë, edhe e du se çfarë si ndihet njeriu i gjallë gjatë dashurisë. Andaj, edhe vuajtja është pjesë e dashurisë, unë nuk e shoh vuajtjen sikur diçka shumë të mërzitshme ose diçka, nëse ti vërtet ke dashuru, patjetër që ke edhe me vujt, andaj, si themi në popullore, nxirja qefin. Edhe vuajtjes nxirja qefin, mos e mbaj brenda vetës, andaj edhe bardha une, personalisht, jam mundu me shkrujt edhe me bo shumë më normale që vuajtja është pjesë e dashurisë, nuk keni frikë me utut për me ndje, se nëse mbetet brenda vetës, atëherë gjithmonë ka me qenë aty, por nëse një herë ndjene edhe qëtë jashtë vetës, ki me luftu dhe ki me shëru vetën. Po ta lexoj edhe një strofë të një poezisë tëndën. Kush fjallën e fundit e thatë parën? Si erdhëm deri këtu ku jemi tani? Pse nuk mjaftoi vetëm dashnia? Pse përfunduam unë dhe ti? Ka kjo që ke shkruar ti, tu atë da bëj pyetjen, pse nuk mjaftoi veç dashuria? Sepse, kam një përgjigje të sakt për këtë, sepse dashuria kam mjaftuar, sipas meje, kam mjaftuar në kohën ku rinia me qenë, ose tashmo nuk po flas vetëm për rini, të gjitha moshat madhore ose çfarë do të qoftë, dashurin e kam bërë me ligje. Dashuria nuk është vetëm ndjenjë. Dashuria është shembull, ma ka kthy, u vonu, dashuria nuk është kjo, dashuria është si ndjesh me personin, edhe fakti që e kanë kornizu shumë dashurin, nuk e din a është dashuria nuk është, a mjafton, a nuk mjafton, a ka qenë, a nuk ka qenë. Andaj kanë qitë shumë gjyra dashuris ku ka qenë vetëm bardhëze. Është shumë vështirë tash me dallu. Okej, faleminderit shumë. Këto ishin nga libri i para, po? Po, në Prag e ke edhe librin tjetër. Po. Do të më lexosh një poezi nga libri... Po, patjetër. Libri i dytë, po e spjegoj pak, libri i parë ka qenë i shkruar bazuar në dashuri, edhe ndjenja që vinë pas saj edhe para saj. Libri kam pas shumë kritika, për shkak se libri është shkruar i pari më shumë në gjinin femrore, më shumë rreth ndjenjave të femrave. Edhe çuditërisht që nuk e kam prit, meshkujt më kanë kritikuar. Se? Sepse edhe meshkujt ndjekan, por unë këj pas kam ditë. Andaj libri i dytë... si nuk e ke ditë? Libri i dytë është libër i shkruajtur në perspektivën e ndjenjave të meshkujve. Po. Tash kime pas ma shumë pyetje. Kjo ma e çuditshme është. Po. Edhe libri ka me qenë i quajtur Zanës, që do të thëtë që se cili mashkull e ka pas një zanë në jetën e tyre, andaj është vendimi i tyre të më tregojnë se cila është zana e tyre. Okej. Një ndër poezit është Kujtja fale zemrën zanë. Kujtja fale zemrën zanë, që mua e tanë dynjaja mufto, diçka në shpirt akull më ngri dhe unë nuk dua, por e di, që dikujt t'i frymën për janë ngro. Kujtja fale zemrën zanë, që mua qieli mu të ru, diçka brenda me e mundzi, dhe unë nuk dua, por e di që dikush po vështron sytë e tu. Kujtja fale zemrën zanë, që mua dhimbja mu ngjesh, diçka në për damar mu mpi dhe unë nuk dua, por e di që dikujt i shpirtin po ja zhvesh. Kujtja fale zemrën zanë, që mua fryma po mdjek, diçka mbi kraror shtrënguem ri dhe unë nuk dua, por e di që dikush ty flokt po t'i prek. Kujtja fale zanë, që tana lullet mu thanë, diçka bedeni në ndhem ashti dhe unë nuk dua, por e di që dikujt zemrën tanë dhe ja ke lanë. Kujtja fale zemrën dje, që sot e imja më nuk re, kujt më i zanë ti dhe jetë, që unë po ndihem si kur kam vdek. Faleminderit shumë. Hajtë ma thuj një këshill për një person që në këto momente po vuan, sepse është ndarë nga partneri. Leta vuaj. Leta vuaj. Leta vuaj deri në pikën e fundit. Po, i ke dhënë zgjidhje. I laqin ja ke gjetë. Jo, e vërtet është, leta vuaj deri në pikën e fundit. Nëse dhimbja vjen prej dashurisë, kjo do të thotë që si person ke akoma ndjenja. Edhe unë paragjykoj pak njerëzit që nuk e dojnë dhimbjen. Dhimbja është e bukur.
nëse dini me përjetu. Sa do që mundet, normal, gjithë shka një jetë ka vështirësit e saj. Normal që duke se nuk mundesh me jetu pa të e gjithë shka tjetër. Që kjo është e bukura e dhimbjes? Se kime kalu edhe kime jetu edhe kime po që po, edhe pa të mundesh. Okej, një pyetje ma drejt për drejt. Urdhërari. Nëse do të duhet ta përshkruaje eksin tënd, në shkrimet tua vetëm me një fjalë nga këto dyja, që unë po t'i përshkruaj. Ilaç për shpirtin apo helm për zemrën? Ilaç për shpirtin. Eksi. Eksi.